Ilaç i çdo problemi. Një grua na rrëfen për jetën e saj dhe thotë: "Buri më ndroi jetë, kurse unë isha në të 30-tat dhe mbeta e vetme me 5 fëmijët që i kishim bashkë. Dhunjaja mu errësua në sytë e mi, qaja për çdo ditë. U mërzita tepër, shpirti mu ngushtua dhe ja preferova vetes vdekjen, sesa të jetoj në atë gjendje. Më kapluan brenga të mëdha, fëmijët i kisha të vegjël dhe nuk kishim të ardhura materiale. E shpenzoja për çdo ditë atë burim të vogël që na e la prindi i fëmijëve. Ndërkohë, një ditë nga ditët isha në dhomën time dhe dëgjoja në radio një emision fetar dhe dëgjova dietarin duke thënë se i dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi ta, ka thënë: kush bie istigfar pa ndërprerë, Allahu do t'ja menjanoj çdo breng, do t'i jap rrugdalje nga çdo situatë dhe do ta furnizoj nga nuk shpreson. Pasi që e dëgjova dietarin dhe këshillin e tij, fillova të bëj istigfar shpesh dhe po ashtu i urdhërova fëmijët të bëjnë shpesh brenda dite dhe nate. Nuk kaluan 6 muaj vetëm se u bën planifikimet e projekteve mbi disa prona tona të vjetra dhe kompanitë na zëvendësuan me miliona. Djali im u bë më i miri nxënës në rajon dhe e mësoi Kuranin përmendësh. Shtëpia filloi të mbushet me mirësi dhe filluam të jetojmë në begati. Allahu mi përmirësoi të gjithë fëmijët, djemë dhe vajza, dhe nga unë u largua pikëllimi, brengat dhe mërzitë dhe u bëra grua e lumtur. Ku jemi ne nga fjalët e Allahut? E u thash: kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është e falës i madh, që ai t'ju dërgoj shi të bollshëm, t'ju shtoj pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëj për ju kopshte e lumenj.